Fortlumturia e tij kryepiskopi Ioan zhvilloi të shtunën një vizitë në Patriarkanën Ekumenike të Stambollit. Ai u prit nga patriarku Vartolome. Kryepiskopi Ioan gjatë fjalës së tij përmendi kontributin e jashtëzakonshëm të kryepiskopit Anastas Janulatus, duke thënë se ngriti nga rënoja Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Episkopi Anastas, i dërguar fillimisht si eksark patriarkal në 1991 dhe i zgjedhur rregullisht kryepiskop në vitin 1992 me hirin e Perëndis, rindërtoi nga rënoja të kishën tonë. Gjithashtu fortlumturia e tij tregoi dhe veprat madhore të Janulatus, duke nisur nga ndërtimi i shkollave, spitaleve dhe ndihmat e mëdha të dhëna për kishat në Shqipëri. Kisha e Shqipërisë jeton një periudhë të re apostolike. Janë ndërtuar më shumë se 160 kisha të reja, 5 manastire të shenjta janë ringjallëruar, Akademia Teologjike Ngjallë e Krishtit edukon klerik të ri, Kolegji Universitar Logos po ofron të rive arsim akademik me standarde të larta. Kryepiskopi Ioan theksoi se Patriarkana Ekumenike ka një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e unitetit në të gjitha kishat dhe në ndërtimin e Kishës Autoqefale shqiptare. Patriarkana e nderuar ekumenike, nga pozita dhe misioni i saj, kontriboi në mënyrë të dobishme në rrugëtimin e Kishës Ortodokse të Shqipërisë, përmes veprimeve vendimtare gjatë shekullit të 20 të kaluar. Së pari, përmes dhënies autoqefalisë më 12 prill 1937, me urtësi dhe largpërmësi, ajo i dha Kishës së Shqipërisë të drejtën e vetë qeverisjes, në mënyrë që si një entitet kishtar i dallueshëm brenda familjes së kishave ortodokse, të ushtronte administrimin dhe kujdesin pastoral të trupit kishtar brenda kufive të shtetit kombëtar. Ky veprim u dëshmua profetik dhe shpëtimtar gjatë viteve të errta që pasuan, duke filluar me persekutimin kundër Kishës në vitet 1945 e duke kulminuar në mënyrën më të pamëshirshme në vitet 1967-1990. Atëherë Shqipëria u shpall shteti i parë ateist në botë. U shkatëruan 1608 kisha dhe manastire, klerikët u përgosën ose u ekzekutuan dhe çdo shprehje fetare u ndalua. Por fryma e shenjtë ruajti dhe gjatë besimin në zemrat e besimtarëve, të cilët luteshin dhe pakëzoheshin fshehurazi. I tillë ishte edhe modestia ime. Kryepiskopi Ioan kryesoi edhe shërbesën që u zhvillua në Kishën e Shën Gjergjit në Patriarkanën Ekumenike të Konstantinopojës. Kjo është vizita e parë që fortlumturia e tij, kryepiskopi Ioan, zhvilloi në Stamboll në Patriarkanën Ekumenike. Një për herë në jetë të jetëve.